Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirësevgje. Ja ku jemi sërish bashkë në këtë emision të Vitrina e Librit. Morali besimtarit është libri i përzgjedhur për sot nga autori Amer Halid. Ky libër është përkthyer më së miri nga Ismail Rexhepi dhe është botuar nga Bashkimi Avdiu në shtëpinë botuese Sira në qytetin e Prishtinës. Autori me këtë libër ka dashur të tregojë se sa rëndësi të madhe ka morali në jetën e çdo besimtari. Ai është munduar të arsyetoj vlerën e secilës veti morale, ndikimin e saj tek njeriu dhe tek shoqëria në tërësi, si dhe dobit në këtë botë e në botën tjetër. Gjatë hartimit të librit, Zoti Halid është përpjekur që të përdor metoda se si t'i drejtohet lexuesit, duke e bërë atë më të gjatë dhe më efikas, duke ju drejtuar drejt për drejt mendjes së tij dhe nganjëherë duke ngacmuar zemrën e tij dhe duke e motivuar që t'i praktikojë ato parime në jetë. Por çfarë është morali në vetvete, më shumë se sa një shprehje për rregullimin shpirtëror, i rrënjosur thellë në shpirtin e njeriut? Është pikërisht morali që e ndihmon njeriu të bëjë vepra të mira, të jetë një njeri më i butë dhe të hapë zemrën. Jemi të vetëdijshëm se morali sot ka humbur shumë, edhe në mesin e muslimanëve dhe zbatimi i tij është bërë i çuditshëm. Pra shpeshherë ndeshemi me imoralitete në jetën tonë. Por nuk është kur vonë për të ndryshuar dhe për të bërë njerëz më të mirë. Në vijim unë do doja t'ju lexoja një fragment të shkëputur nga ky libër që më ka pëlqyer. Rrallë mund të gjesh musliman që e zbaton moralen dhe i përmbahet atij në ditët e sotme. Çka është kjo? E shoh se ju nuk ja jepni bamirësisë vendin që e meriton. A e di se kur do ta ndjesh vlerën e moralit? Të dëgjoj si flet. Nëse do Zoti, do ta gjesh të mirën. Çka do të thot ihsan, bamirësi? Bamirësi me një fjalë do të thot plotësim. Të shoh se si pyet i habitur, a ka plotësim? Po si nuk ka? Bonton në Islam kërkon plotësim. Islami kërkon vepër të plot, sjellje të plot, fjalim të plot. Të gjitha këto janë parime të moralit islam. I dërguari Allahut ka thënë, Allahu dëshiron që njeriu të bëjë diçka, atë ta plotësoj. Dëshiron që të dojë Allahu? Atëherë plotësoje veprën tënde. Bëhu bamirës dhe Allahu do të dojë. Dëgjoje këtë ajet dhe përpiqu që të jetosh me të. Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të të afërmve. Shikoj urdhrat e parë, bamirësi dhe ndihmë të të ardhmëve. Allahu po ashtu thot të cilët japin kur janë lirshëm, edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin që u falin njerëzve, e Allahu i do bamirësit. Dhe ajeti s'ka dyshim se mëshira e Allahut është pranë atyre të mirëve. Mendo për këtë ajet edhe një herë. Kush janë afër mëshirës së Allahut? Sigurisht që janë bamirësit. Mos harroni bëjen e tuaj në këtë libër në faqen tonë online islamshop.ch. Dhe kështu kemi mbërritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë do t'ju falenderoja për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të takojmë në emisionet e radhës. Morali i besimtarit, i autorit Amer Halid, mund ta bëni tuaj në faqen tonë online islamshop.ch ose në numrin +41 79 46 95 036.